Qenë ka ftot dhe këte, kemi arritur në Igumenica. Pra dihet se ku do shkojmë në Korfuz. Dhe po shkoj deri te furra që të marr diçka, sepse do presim këtu 1 orë e gjysmë. Sa po kishte ik trageti, sa ftot qenë ka. Kështu që duhet presim tragetin tjetër. Po shkoj deri te furra të marr një gjë kështu të kaloj morën. Nuk i mora patatina që kisha në makinë. Më ka zënë dhe më vjen si për të vjell. Kështu që dua diçka të kripur. Kush furra? Një për më traget për të kripur vaj. Për të kripur vajt atë furra të ambëll morë. Ka mund si përfundoj në pembla gjithmonë. Modoni, a erdhë Modoni. Na lodhe o donë. Nuk të lodha, o erë jo. Ti na lodhe me këto çantat. Ti na lodhe me këto çantat. Kishe marrë makinën. Devi, katalaves. Ti na kanë. Shikoni, erdhi na mori titika këtu. Më bëqo. Tani ato të marrë miro, ti do të çoj në kanon. Nuk e di ku do të çoj, po rish pa ngrën, do të bëj volta tër Korfuzit dhe po ka marrë uri atë lërë pa ngrën, po mua. Ku të vete more? Në shtëpi. Ua, po ku të vete more, të më vrasin tjerët. Avash. Qa bën titika? Mirë, ti qa bën? Ik trashi më shpejt se na durën makinat më. Dale more. Jam e vogël sepse o të isha e madhe. Sikur jam ki e dirama këtu në mbas. Presidenti Shqipërisë, e mbarun në Mercedes, mirë. Ke vend ande mbrapa? Po, kam vënd se më thoni njerëz se jam më 1 e gjysëm. Një gjysëm, 1 pa 5. 1 pa 5, Pa bash me shikë rrugën. Do të Sofrika ca ka. Tani Shqipësi me kjasa. Da piti dhe shish. Bingo! Doni ka frikë me mua? Ka frikë me gjithë ai, me gjithë, nuk e ka veç me ty dhe me mua ka frikë, me gjithë ka frikë. I duket sikur vetëm ai e ngjet makinën. Po këtu ne ka ndëqur atë psisarian, ne kam bërë kështu me sanduiçe. Se di se kam. Po të thua se ke kohë se 1 javë ke qishe këtu. Po ku ka dalë Simon? Ku ka gjithë? Ka dalë i shkreti. Jo, më i shkreti. Më ka myt Jani. E ka myt Jani në punë. Nga puna, pastaj shkonte dhe i rregullonte Jani makinën, ta tregojmë pastaj sa bukur e ka bërë makinën. Ka ndruar profesion. Në paradite ka qenë ndërtim, pas dite ka qenë si quhen ata që bëjnë ato. Nuk e di. Atë punimin që ke bërë. Sa që jeti në krip kështu si në streti. More, kam thënë. Qa është ajo? Se di. Veshje makine. Veshje makine, ka veshur makinën. Ka bërë, e shikon të Korfuzi, unë e mora prerë të bërë. Pa e se mërë do të akuma, se mori patentën. Jo, nuk e mori, bëri gabim edhe bërtet e ullëret në shtëpi, se përja ka fajnë unë. Që ka fajnë, që braun. Bobo, në ditë. Bobo, a bërdiste atje ullja kokën unë e shkreta, se ta është më njofin, ta është. Po kishë bërtet këtë ullja kokë shumë mos bërtisë, të vën ashtu ata tani. Po ideja është se këtu, kështu jam zërë dhe unë njerë, dhe po zure këtu, ata po t'i thotë trurë, nuk t'a japin patentën. Sa unë këtu e kam marrë në Korfuz, kam qenë shtatzan, dhe ku kam vajtë për patentën, kisha harruar zonja kartën pasaportën, kisha harruar pasaportën. Edhe normal, pa kartë ose pa pasaportë së fusin që t'japësh provim. Dhe mua nuk më jepnin leje ditë tjetër nga puna, mezi më dha 1 herë leje nga puna, së më jepnin pasaj leje, kështu që nuk shkoja do të prapë. Dhe i thoi, ja prisli sa të më sillin pasaportën burri, jo s'ka shans, nuk futesh ti sot për patentë, ne kështu u zura unë atere, por pastaj u futë ai mësuesi, mbaj mend. Edhe ka ndërhyrë ai që bërtiste janë sot, sa thash hapu dhe të futem brenda dhe ula kokën dhe bëri 3 gabime, haj s'ka gjë. 4 gabime. 4 bëri. A marrinte jo 4. I kishte bërë të tëra zustan në fillim, andoni. Ola, ata shule ola. Haj s'ka gjë herës ti të do marrë. S'ka sot a marrë. S'ka gjë, do vej 3-4 do të marrë. Unë e kam marrë me njërë. Makinës më mori. Shikoni sa të ngusht janë trotuarët këtu. Shumë e ngusht. Mezi kalon. Të kalosh në rrugë ka makina. E këtu zgjerua pak. E ngushtohet prap.
Hello, pra jemi në ditën tjetër, jemi në Korfuz dhe po shkoj magatin, si fillim do shkoj në parukeri. Nuk kam ndonjë rast jo. Thjesht do bëj një trajtim për flokët. Edhe pastaj do shkoj bëj një vizitë. Ose u kanë flokët, imagjino që kam vend dhe lak. Po pastaj që do bëj trajtim edhe do t'i kem lëshuar dhe si duroj do të poshtë, fryn shumë erë, shumë erë fryn. Wow, no moriera! Trajtimin e flokëve, Eleni nuk flet shqipe. E kupton. Flet shqipe? Flet. Ah, okay. Flet shqipe. Është mami Evelinës. Evelinën në njihni. Është jo. Një kuku, vajza kuku dhe mami, ja, ka nga gjatë. Ka në vit. Unë jam bërë qull nga pantallonat, qull dhe këpucët qull, sepse na zuri shi, pastaj morëm taksi, erdhëm këtu në shtëpi, u ndrova, vesha xhinkset, një palë këpucë të nardit, sepse Agathia ka 36 orë, kam 40 këmbën, edhe tani të shkojmë me Janin, me makinën e Janit, të marrim Elenin nga shkolla. Edhe më çoj Jani, shikoni sa bukur e ka bërë makinën. Shikoni? Doni e ka bërë gjithë këtë punë. Do ja të theshë votë. Opa. Ja, Jani, përshëndetje Jani, të na çoj xhiro Jani tani. E mbylla unë këtë. E kam fiksim, i mbyll shumë lehtë, se nuk dua ti përplas. Zoni? Unë e kam. Një ke, bravo. Sa bukur e ka bërë makinën njëshi. Këtë ka bërë Doni. Që ka bërë Doni? Edhe këtë. Edhe atë? Edhe këtë. Edhe këtë. Edhe këtë. Ka bërë Doni. Ja të na çoj xhiro tani ky njëshi këtu. Në verë do kemi tani 2 shofera të rinj ne, që do na çojnë në plazh, do na çojnë xhiro, Jani dhe Eli, edhe Joana. Kemi 3, jo 1, jo 2. Kemi 3 shofera. 2 janë me makinë. Ky njëshi këtu dhe Eli. Ja të shohim tani si nget makina. Të kam parë edhe më përpara në fakt. Njësh. Dhe më ka thënë që ka gjetë disa vende kështu të frikshme, kështu që me zi pres herës tjetër kur të vit, këtë marrë dhe patentën Jani. Erdhëm në Eleni, për e të përshëndetje. Ke turp? Ishe në shkollë, hajdi. Ka turp, e zuri turpi tani. Eleni ishku në klasë të parë, dhe është në zënësi shumë e mirë. Eleni? Shikoni kush është këtu, shëndetje. Nuk do të shoh shumë se do të dalëm të shkolla tani, pastaj kjo kthehet në darkë, hajde na takoj çik se unë do iki nesër më nesër. Po se janë mbyllur sot ato tragedi. Jo, më kishte. Po thash të rim. Kështu që hajde në darkë. Do vi pastaj. Të presë? Po. Foto me djathtën, ne? Çfarë djathtën? Me djathtën. Ç'është dizem? Ç'është bën këtu? Sa bukur që e nga ti ka. Shumë bukur. Ja, për ta shofu njerë vetë, pasaj do ju të regoj ju në vlog. Kemi artë të shpia re e Nardit dhe Agathej, se arrova t'ju them. Ju kam thënë dhe në verë që do vim nuk erdhëm, është herë e parë që po shof dhe unë, s'kam përfunduar akoma, prandaj po shikoni pak rëmuj, s'kan ardhur akoma, se jetojnë akoma 8 vjetra, po ka dalë shumë bukur. Deri në verë, Titika, kur vi në verë do bëj vlog këtu. Kështu që duhet deri në verë të mbaroni. Po mirë me s'ka përfunduar, normal. Ja më doni, nes na ke bërë kështu ti. Akoma s'janë futur edhe e kanë bërë dollapin. Ne kemi 2 vjet që jemi futur, dollap për këpucët brenda s'më ke bërë. Filluar në ankesat. Këtë është toaleti. O Titika, hajde na bë pak home tour. Hajde na bë pak home tour.
Ka dalë super bukur. Ja trego këtu vend. Kjo është dhoma e Elenit. Këtu është dhoma e Elenit. Po. Kjo jetë dhoma e Elenit, se sa kam shkruar. Si që shikoni janë provizore çdo gjë, se s'ka mbaruar, po ka dalë shumë bukur. Me zipresi ti ka të mbaroj. Po, do mbaroj, bisero nga Beati. Do mbaroj. Kjo është dhoma ime do pio tani ska. Kjo është pjesa që më pëlqen më shumë. Ka dalë shumë bukur. Kjo pjesa më pëlqeu shumë pafund. Këtu do vendosë televizori. Këtu pjesa komodinës. Krevati këtu. Gjitha i ka bler, po akoma nuk janë futur. Këtu është tualeti që është i dhomës. Shikoni sa bukur është, më pëlqeu jashtë mase dhe pllaka këtu. Shumë e bukur. Balkoni pastaj, e mbyllë? Balkoni ishte perl. Drita s'ka, Kishte drita, ja. Po, ja. Po, ja, ka. Ja, shikoni sa bukur. Tani këtej duket pjesa detit, shikoni sa bukur duket dhe jashtë. Është shumë e bukur, mashallah. Se s'ka përfunduar do vendoset dhe këtu lart xhami. Tani pjesa detit ku do shifet këtu? Nga dhoma jote apo nga në tjetër? Nga lart nga Sofika. A, lart. Po, ka dhe pjesën lart që do bëhet si quhet. Do bëhet më e vogël lart dhe duket pjesa detit. Nga jemi në tani se është dhe errësirë. Këte është kishati shumë i bukur, sidomos në ditën është shumë i bukur. Do shkoja këtu deri të shkoj fshat deri këtu. Super i bukur. Deti nga duket? Andaj. A, është nga ana tjetër. Po, nga ana tjetër. Është desh të bëj ta fshijmë se mos vetë do të kjo ndras. Super. Ja na trego pak edhe pjesën e kuzhinës se më pëlqen. Ja. Tregoj kuzhinën. Divani ishte shumë i bukur. Se është i mbuluar tani, po? Ja, ta shikoj. Është super. Tavolina është ajo. Shumë i bukur. Që ke bërë tjetër. Paka shumë. Saudeza. Edhe pjesa televizorit. Pastaj kuzhina, pjesa preferuar. Dhe këto karrige që janë për balkon. Kur të përfundoj balkonin këtej, se këtej s'ka përfunduar. Kështu që s'kam çfarë t'ju tregoj. Po kuzhina ka dalë shumë bukur. Pjesa kuzhinës me salloni është shumë bukur. Pjesa aty mbrapa do bëhet shkalla që hypen lart. Kjo është dhoma e Janit. E ju thash mos shikoni rrumujnë, se akoma s'ka përfunduar. Kështu duket nga jashtë, këtu është kati poshtë. Po do vende, më duket. Kemi ardhur në supermarket, po kishte marrë disa patatina shumë të mira. Ja, këto. Ato janë? Doritos. Kanë dalë Ruffles me burger. Ti provojmë. Kanë dalë edhe Lay's me sallam njerëz. Paska snacks të ndryshme. Jo, po mendoj për video me snacks, paska të ndryshme. Lay's me çan këto? Lay's me jo, është thuaj hudhër. Lay's me hudhër. Ta marrim? Ta marrim, që ta provojmë. Ta provojmë këta. Këto janë gjirat janë më i gjina. Këto, ne, okej, këto nuk është se janë shumë të shëndetshme. Ua, njerëz, Lay's me, thoje, të quhen këto? Karkalec. Me karkalec. Ua, ç'është pas ka dalë? Lay's me piper të zi. Duhet të bëj një video me snacks se s'bën, që ti provoj. Çfarë tjetër, po shohim në një gjë të re njerëz, që të shohim. Ç'është ta? Ndërkohë unë shoh qa gjëra të reja paska. Atëherë, ne ishim në supermarket. Jani do të provojmë këto.
I ke provuar këto? Me udhër? Ato po, këto. Provoj njerë këto. I ta të komboj. Jo. Nuk mani tani, bini ato. Ja ti jeje. Në shkorë, O sigur. Shumë mira, nuk e kanë shumë shijen e udhërës, po të mira. Më të mira se lesa të tjera. He? Me sordo janë. Një 8 e gjys, 9 e meritojnë. O, sa kam fjetë makinë, don? Tani, sapo kemi arritur në Athenë dhe do qëndrojmë këtu. Kështu që do shihemi në videon e radhës tani që është nesër, do ju tregojmë se çfarë do bëjmë në Athenë. Vetëm një ditë ndetëm në Korfu sepse mbarova me vizitën që kisha për të bërë, vajta vetëm për të bërë një kontroll që kisha për të bërë pera dhe për herë të parë ekogjiri dhe mamografi. Dhe t'ju rikujtoj dhe ju që duhet bërë kontrolli, çdo gjë okay. Por unë si kisha bërë asnjëherë dhe doja me patjetër ta bëja. Tani erdhëm në Athinë dhe do ju tregojmë në videon e radhës se çfarë do bëjmë këtu. Mos harroni të bëni subscribe, mos harroni të bëni like, komentoni çfarë doni. Ne do shihemi në videon e radhës që është nesër. Pashim Angels.